ndaluar një individ i cili është i jashtëligjshëm në vend, për aq kohë sa ai nuk ka kryer krime. Pra, ajo që ka bërë zoti Trumpi, sidomos nga qeveria e parë në qeverinë e dytë, është kalimi nga të jashtëligjshmit të cilën kryejnë aktivitete kriminale brenda Amerikës në cilin do që është i jashtëligjshëm brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke ofruar një karta blanka. Ndërsa Gjykata Supreme nga ana tjetër dhe ka mbi 100 revokime të ndryshme gjatë vitit 2025 vetëm nga gjykatës të ndryshëm federal, të cilët pikërisht revokojnë këto mandatet administrative që ka marrë ISIS për të ndërhyrë në biznese, për të futur brenda shtëpive të individëve, thjesht mbi bazat e dyshimit të racës, të etnisë apo informacione që mund të ketë. Një problem tjetër që ka lindur është profilizimi i individëve, që për fat keq po bëhet në baza racore dhe etnike. Kjo gjë çon në përçarje. Kjo sigurisht çon në argumentin e diskriminimit, që është përsëri një cënim të drejtave themelore të individit, të vetë qytetarëve amerikan, por edhe atyre që mund të mos jenë qytetarë amerikan, por që me të drejtë mund të jenë në Amerikë. Pra ti profilizohesh për faktin se si je dhe jo në bazë të veprimeve. Si ka shkuar deri në vrasje, Redion? Dhe kjo ka sjell një përçarje, pra përçarje të shoqërisë, një mungesë besimi tek institucionet, jo vetëm nga emigrantët, të cilët tashmë janë në kushtet e jetesës në frikë në shumë zona të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe nga pjesa tjetër e shoqërisë amerikane. Jo më kot këto protesta kanë shpërthyer në të gjithë vendin. Pse kemi shkuar deri në vrasje? Vrasja mendoj që është një elementi, është një kombinim i disa faktorëve. Pikë së pari është arroganca që fitojnë punonjësit e këtyre institucioneve kur mendojnë që janë të paprekshëm, kur mendojnë që janë duke vepruar e para njërë është ajo drejta e vetë drejtësisë, pra self-righteousness. Pra, unë kam të drejtën absolute në krahun tim dhe këtë mbështet edhe autoriteti më i lartë që është presidenti amerikan. Pikë së dyti është, kjo vjen pastaj me një tendencë për ta anashkaluar ligjin dhe për të mos të menduar që je mbi ligjin. Dhe këtë e shikojmë që jo vetëm e ka agjencia, por edhe punonjësit brenda kësaj agjencie. Dhe e fundi pastaj është inkompetenca. Në përvojën time edhe nga ajo në luftim, kur kam qenë në Afganistan, dhe në përdorimin e armëve, për fat të keq njerëzit më inkompetent janë ata që mendojnë se dinë më shumë. Dhe janë ata të cilët janë më të lumturit në shkrepjen e këmbës së armës, pra janë më të pakontrolluarit në të. Ndërsa njerëzit të cilët janë më të matur dhe zakonisht e njohin mirë atë efektin që mund të ketë ajo tek njerëzit, që arma është bërë për të vrarë, nuk ka qëllime të tjera, ata janë përgjithsisht më të kontrolluar. Pra, kjo çon një mungesë tërësore profesionalizmi dhe një nga kritikat më të mëdha për ISIS është përveç thash argumentave të mëtejsha të diskriminimit, profilizimit, mungesa një procesi të rregullt gjyqësor, pra duke mos patur mandate, taktikat të palejueshme sipas ligjit amerikan, mungesa e transparencës, janë edhe inkompetenca e shumë prej punonjësve të ISIS që operojnë në terren dhe taktikat e tyre brutale, të cilat edhe agjensitë tipike të policimit, policia lokale apo ajo shtetërore, nuk ka filluar t'i kritikojë jashtëzakonisht shumë. Në shumë nga këto raste, policia është dashur të ndërhyjë në mbrojtje edhe të interesit të qytetarëve për shkak se agjentët e ISIS e kanë të kaluar atë kompetencë. Redion, në kuadër të sigurisë edhe në fushën tënde të ekspertizës, po ndaj me ty një lajm që vado mendja e ke lexuar gjatë lojrave olimpike, thuhet se ISIS do të jetë prezent një qëndrim një fakt që ka hasur shumë kundërshti, veçanërisht nga kryebashkiaku i Milanos, i cili nisur edhe nga fama e keqe e këtyre javëve dhe muajve, thot nuk kam se t'jen kështu. Urdhëro? Minneapolis. Milano statë. Në Milano të Italis. Kryebashkiaku i Milanos thot nuk kam se t'jen këtu gjatë lojrave olimpike. Tani, pyetja është pse duhet shkojnë përtej kufive, pse duhet shkojnë deri në lojrat olimpike, edhe atje ka kontingjent për ta ndaluar edhe për ta deportuar. Mendoj që kjo është një çështje edhe jurisdiksioni, do të thoja, dhe sigurisht që të lejosh një forcë tjetër policore apo ushtarake në vendin tënd, ka një sër procedura që duhet ndjekin. Madje edhe neve kur dërgojmë trupat tona, qofshin ushtarake apo policore, edhe për një trajnim në një vend tjetër, kërkojnë leje të veçanta nga ministrit përkatëse, pra shkon deri në nivelin ministror dhe ndonjëherë edhe me aprovimin e parlamentit, siç e kemi në rastin e vendit tonë, pra dislokimin e trupave, apo dhe të njësive të ruajtjes së rendit. Kështu që mendoj që kjo është më shumë një
publicitet që po tenton të bëj AIS ose për një tërheqje vëmendje, një ngacmim, le të themi, nga ato shashka tipike. Ngacmim që është përdorur në fakt edhe politikisht, ju keni drejt. Për çështje procedurash ka pasur një debat në klasën politike në Itali. Është një procedurë tepër rigoroze dhe mendoj që Italia është një shtet serioz. Në fund fare, nëse nuk ka një vullnet, pra nuk ka një kërcënim sigurie që do justifikonte prezencën e AIS në vendin e tyre, nuk mendoj që do lejonin. Pavarësisht dëshirës apo synimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për qenë edhe gjatë lojrave olimpike me AIS. Pyetja ime e fundit, po i kthehet bumerang e gjithë kjo dhënie kompetencash Donald Trump? Unë mendoj që po. Nëse do të shikonim në linja të popularitetit të presidentit amerikan, ka një rënje të tij sidomos në këto 2 javë të fundit, pra që nga vrasja e parë, 10 ditë e fundit, që nga vrasja e parë e zonjës më pas Alex Pritit. Dhe kjo sigurisht po reflektohet edhe në në dyshimet që po lindin tek vetë republikanët. Ka vetëm një grup, duket sikur ka vetëm një grup të vogël fanatikësh tashmë, kryesisht ata që kanë një mbështetje, i ofrojnë një mbështetje absolute zotit Trump, të cilët që ju duket normale kjo gjë dhe që vazhdojnë ta mbrojnë. Pra, është e pamundur për pjesën më të madhe të qytetarëve amerikanë që të mbrojnë të pambrojtur në këtë pikë. Do të kishte qenë shumë e lehtë, mendoj unë, për administratën amerikane që të pranonte që këto kishin qenë gabime njerëzore, të cilat ndodhin në terren, dhe që administrata distancohet me veprimet e tyre, sesa të mbrosh veprimet e tilla ku qartës e inkompetenca e individëve, kur i mbi vendoset pastaj edhe mbrojtja që i bën institucioni atyre, nxit akoma dhe më shumë një përçarje shoqërore dhe kjo është një rrëshqitje drejt autoritarianizmit. Pra është mohimi i institucioneve të ligjshme dhe procedurave të ligjshme që ka një vend dhe përcaktimi të drejtës në bazë të forcës dhe pushtetit. Pra, qeveria federale ka pushtetin, atëherë ajo vendos. Element shumë i rëndësishëm ky që nënvizove në fund, në fakt sipas analizës së një prestigjiozie, të mos kërkosh falje, zëre se ke thënë e bëj këtë për të pasur shembull. E referohem vrasjeve. Mendoj që kjo ka qenë edhe synimi fillestar. Por në momentin, ka qenë synimi fillestar për treguar që pozicioni i kësaj agjencie është tepër i ashpër, pra nuk do të tolerohet asnjë veprim i jashtëligjshëm dhe qeveria është mbrapa veprimit të kësaj agjencie. Por mendoj që kjo është zbrapsur si qasje tashmë, sepse publiku amerikan e ka parë me pamje, me video, dhe në të përditshmen e tyre shikon se si punonjës, të cilët mund të jenë edhe me leje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, thjesht mund, apo fëmijë deri ka arritur deri atje, janë nxjerrë nga shtëpitë e tyre me forcë, nga vendet ku ata punonin. Dhe kjo nuk ka dëmtuar vetëm kohezionin social brenda Amerikës, por ka dëmtuar edhe bizneset, pra që është një lidhje drejt për drejt ekonomike. Në një podcast po dëgjoja që një familje fermerësh diku në qendër të Amerikës, që zotëronte diku tek 5000 lopë, që për ata është një fermë e vogël, tregonte se si amerikanët nuk donin që të bënin punën e fermerit, pra që të pastronin, të ushqenin lopët, të bënin therrjen e tyre, dhe gjithë procesin e tyre për zinxhirin e biznesit që ata kishin. Dhe pjesa më e madhe punonjësve të tyre ishin imigrantë, por nuk ishin 1 dhe 2, ata ishin 300 emigrantë. Dhe ardhja e ISIS në fermën e tyre bëri që brenda 24 orë gjithë operacionet e tyre të falimentonin. Dhe rastet të tilla ka pafund në Amerikë. Kjo është edhe arsyeja pse edhe ata që mund të kenë votuar republikan për zotin Trump më herët, për shkak të uljes së taksave, si ai fermeri që sapo e përmenda në shembull, tashmë të rriqet thotë, unë më mirë dua që të kem një punonjës atje i cili bën punën time sesa asnjë person dhe të falimenton. Qartë. Redion, faleminderit shumë. Informacionin që dave me ne, por gjithashtu edhe analizën për sa i përket kësaj strukture, e cila po suburizon, duhet thënë, nga dita në ditë. Faleminderit edhe një herë. Shkëputemi, do të rikthehemi vetëm pak publicitet.